Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Gjatë ditëve të ftofta të dimrit, gjithnjë më shumë qytetarët përballen me ftohje, viroza dhe grip sezonal. Koll, temperaturë, lodhje dhe mungesë energjie janë simptome që po i hasin pothuajse për çdo ditë këtë dimër. Si çdo dimër, edhe këtë dimër, virusi sezonal po i shqetëson qytetarët dhe po ngresh shumë pikë pyetje për shëndetin e tyre. Për të folur mbi situatën aktuale me gripin sezonal, numrin e pacientëve të hospitalizuar, sa i rrezikshëm është gripi këtë sezon, si dhe nëse ka raste të izoluara ndoshta të infektimit me virusin korona, sonte kemi të ftuar drejtorin e klinikës infektive në Shkup dhe njëherët infektologun e njohur shqiptar, zotri Fadil Cana. Mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën në këto momente, i themi zotri Canës. Mirë se erdhe. Zotri Cana, a e kemi kaluar pikun e gripit sezonal këtë dimër apo ende jo? Po mund të thuhet lirisht që piku i gripit sezonal është dikund të atë platon e cila parashifesht që do të jetë fundi i janarit dhe fillimi i gushtit, mund të lirisht thuhet që ka një tendencë ramje dhe mundet që të parashofim se në një situatë, në një kohë të afërme, numrat do jenë edhe më të paktë. Çfarë tregojnë numrat deri në këtë moment? Më duket se Instituti i Shëndetit Publik kishte një raport dje në lidhje me në bazë javore sa janë të infektuar? Po në bazë javore, në bazë të numrave të paraqitur, të cilët bëhen nëpërmjet institucioneve të ndryshme, qendrave për shëndet publik, dhe të cilët sublimohen në Institutin për Shëndet Publik, shifrat tregojnë se ka një ramje të lehtë të rasteve pozitive me grip. Sa pacientë aktualisht janë hospitalizuar në klinikën infektive dhe në çfarë gjendjeje janë ata? Numri i të shtruarve është variabël, dikund të llogariten 25 deri 30 persona të hospitalizuar, të cilët janë të prekur nga gripi sezonal dhe të cilët mund të lirisht të thuhet që është i vërtetuar në mënyrë laboratorike prezenca e influencës A. Po sa i rrezikshëm është gripi sezonal këtë dimër krahasuar me... Po në këtë dimër mund të thuhet që është pak më i vrashtë se sa vitin e kaluar, edhe megjithse normal nëse respektojnë të gjitha ata masat të cilët kryesisht rekomandohen nga ana e infektologëve dhe punonjësve shëndetësorë, mendoj që mundet të mbahet në kontroll. Do të flasim më vonë edhe për masat, por cila kategori e qytetarëve është më e rrezikuar të themi për të griposur, zotri Cana? Po grumboshat më të rrezikuar janë pleqt, personat, gjithsesi pacientët me smundje bashkëshoqëruese kronike, gratë, shtatzëna dhe fëmijët parashkollor. Zotri Cana, a ka raste të izoluara ndoshta të pacientëve që mund të jenë të infektuar edhe me virusin korona? Ju i njohni, i dini të dalloni? Edhe në mënyrë laboratorike kemi edhe një rast me korona të përdëftuar, por është rast, mos them edhe më i lehtë se sa këto rastet që këtë cilët është përdëftuar influenza. Çfarë dihet deri në këto momente për virusin e ri, një pak nëse nuk jam gabim? Po ende nuk ka dhëna të sakta për atë lloj virusi, do të gjithçka e cila del dikund në ndonjë skaj të botës në mënyrë paraqitet dhe në mënyrë të them kështu shkencore duhet dokumentohet, argumentohet dhe në korelacion me Organizatën Botërore Shëndetësore dhe Qendrën për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Qendrën Amerikane CDC, ato sublimohen dhe në rast të ndonjë alarmi, atëherë se bisedohet për diçka serioze, atëherë ato plasohen gjithë qendrat botërore. Ju pyetem se duke ju njohur me vite me radhë, e di se keni kontakt me infektolog nga vendet e Evropës, edhe kështu për atë arsye thash çfarë dim, çfarë shkëmben infektologët tonë. Po. Kemi kontakte, do të thotë edhe me shoqatën e infektologëve europian, edhe me shoqatat e infektologëve të Ballkanit dhe Evropës. Zotri Cana, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për të gjitha këto. Faleminderit.
Noni. Po të ndërruar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Kemi të ftuar zotrin Canën, dhe ju thatë se simptomat e më të zakonshme të gripit ose janë pak më të vrashta, nëse e kuptova mirë, pak janë më ndryshe se sa herëve të kaluara, po a mund t'i përshkruajmë se cilat janë ato simptomat më të shpeshta që shfaqen? Zakonisht janë simptomet të cilët janë simptomet të përgjithësuta të gjitha infeksioneve të sistemit respirator, do të thotë temperaturë e lartë, ethe, dhimbje muskush, dhimbje fytje, dhimbje koke, do të një plogështi shumë e fuqishme e organizmit, dhe gjitha këto para tregojnë se bisedohet për një infeksion të traktit respirator, të cili normal që duhet pas një kontrolli mjekësor që të vërtetohet prezenca e influencës A. Tek të gjitha këto pacientët, cilat ju përmendit se janë pak më të rrezikuar për të griposur, tek të gjitha shfaqen të njëjtat simptoma? Po gati se të gjithë. Gripi sezonal është karakteristik se është shumë akut, është një infeksion viral akut i organeve të frymarrjes, i cili si zakonisht qarkullon gjatë sezonit të vjeshtës, fundit të vjeshtës dhe sezonit të dimrit. Kur jemi duke folur për simptomat, me leoni t'ju pyes se sa është e vërtet se një pjesë e qytetarëve se simptomat më të veçantë ose më të shpeshta që i përmendi ju, apo më të zakonta të këtij gripi është se para se të shfaqet gripi, 1 javë apo 10 ditë më herët, te një pjesë e pacientëve, grup moshave, shfaqet një simptoma si takikardie përkohshme, tensioni i lartë. Çfarë tregojnë përvoja e mjekëve, infektologëve me pacientët? Jo, do të thotë, pasi që te shumica e atyve pacientëve të cilët kanë sëmundje kronike, te ato pacientë normal që prezenca e virusit në organizmin, virusit të influencës, gjithësisht gripit në organizëm, vështirëson edhe sëmundjet bazë, kronike që i kanë ato pacientë, dhe ato normal që manifestohet, ndjenja e manifestimit është, mos them, ndryshe nga personat të cilët janë imunokompetent. Po tek pacientët të cilët nuk kanë komorbiditete më paraqendër. Personat të cilët janë shëndet plot. Te personat shëndet plot, normal atë që thash edhe në fillim e theksova, do të është paraqitje akute e simptomeve të traktit respirator, siç është temperatura e lartë, është dhimbjet e muskujve, dhimbje koke, kollitje, në rast se ka edhe fillon edhe të komplikohet, atëherë normal që kanë edhe vështirësi në frymëmarrje. Deri sa shkon numri i kontrolleve ambulantore në klinikën efektive gjatë kësaj periudhe? Po gjatë javëve të kaluar, numri i kontrollave ka qenë i lartë, dikun arrinte edhe deri në 100 raste brenda 24 orëve, por këtë javën e fundit ka një tendencë ramje të pacientëve të cilët kontrollohen për shkak të sindromave gripale. Parasysh se klinika për sëmundje infektive, siç edhe e dini, është klinikë universitare që përpos gripit normal që merret edhe me sëmundje tjera infektive, kështu që përsa i përket rasteve, të bëjmë distinkcionin vetëm rasteve gripale, dikund frekuenca ka qenë në atë rang. Thatër dikundi ma herët ka qenë rreth 100 raste ose pacient keni kontrolluar në klinikan infektive, por në çfarë gjendje shëndetësore janë paraqitur këto qytetarë, përveç këtyre simptomave? Po si zakonisht normal, duke filluar shumica e tyre kanë pas trajtim ambulantor, por në një pjesë dërmuese e rasteve të cilët mbarojnë në klinikën për sëmundje infektive janë raste të cilët
stadi i infeksionit të ata është një stadi vonshëm dhe me komplikime shëndetësore. Si zakonisht janë grup mosha të vjetra, mbi 65 vjetë, të cilët prezenca e virusit influencës përkeqëson sëmundjet bazë kronike të cilët ato pacient i posedojnë. Fatkeqësia më e madhe të këto raste është për arsye se gati se gjithë këto pacientë nuk janë të vaksinuar. Do të thotë ai apeli nga organet kompetente shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë që çdo vit rekomandohet vaksinimi kundër gripit nuk ndëgjohet deri në fund, posaçërisht ke grup moshat që kanë një imunitet deficient, që kanë një imunitet të komprometuar dhe që kanë sëmundje bashkëshoqëruese kronike. Ajo që mund që vlen të theksohet dhe të ripërsëritet është që vaksinimi është parandalimi më i mirë, që edhe nëse pacientët infektohen me virusin e influencës, dhe ato sëmundja ka një vijim më të lehtë. Do flasim pak më vonë edhe për vaksinimin, pra çfarë duhet të ndërmerret shteti në aspekt që të kemi vetdije të plot për të vaksinuar, por fillimisht në tregoni se kur duhet të paraqitemi te mjeku am nëse kemi ndonjë nga këto simptoma që i përmendim dhe kur duhet i drejtohemi për ndihmë në klinikën efektive. Po ashtu na përshkruani se atin cilat janë shenjat, fillimet e parë. Ajo që duhet të bëhet fillimisht nga një person i cili ka ndjesinë që është të prekur dhe të cili manifestohen shenjat e para, simptomat e para të sindromit gripal, ato pacientë duhet normal që puna e parë që të bëhet të izolohen, do të rinë në shtëpi, mos lëvizin, mos marrin pjesë në vende publike, në grumbullime ta quaj ashtu, qofshin ato publike, familjare apo private, nga se që ato në atë formë ato kontribojnë në përhapjen edhe më të madhe të virusit të gripit dhe kështu që me atë infektojnë edhe më shumë njerëz tjerë. Sa është përqindja e transmetimit të këtij gripi në palin qendrores? Transmetimi është shumë i lartë, para arsye se bisedohet për transmetim nëpërmjet spërklave të ajrit dhe në një ambient të mbyllur, nëse një person është infektuar, thot gjasat të infektohen edhe të tjerët janë shumë të mëdhaja. Kështu që ajo puna e parë që duhet bëhet do të ri në shtëpi, të konsumon lëngje dhe ushqime të lehta, pasi që gjatë asaj që temperatura e lartë në organizëm din që edhe ta dehidron organizmin, prandaj edhe e ndjen atë plogështinë pacientët, rekomandohet konsumimi çajeve, lëngjeve, do thotë në sasi më të mëdha që të mundet të kompenzon organizmit lëngjet e humbura. Kur mund të shfaqen? Pas 3 ditëve, normal në rast të temperaturës, e cila është pjesë përbërëse e simptomave dhe një ndër simptomat kryesore të asaj që mund të pa diagnostikim laboratorik të themi që ka ky person X apo Y ka grip, do thotë duhet miren edhe ilaçe antipiretike kundër temperaturës. Rasti edhe pas 3 ditëve vazhdon që të ketë organizmi temperaturë, atëherë është ai momenti kur duhet të paraqiten fillimisht normal te mjeku am, që të mund të bëhet kontrolli fillestar, ku veç organizmi ka qenë i atakuar, i sulmuar nga virusi i influencës dhe në atë periudhë kohore sistemi imunitar nuk ka mund ta përballon dhe atëherë është një periudha kur mund veç të fillojnë edhe komplikimet nga virusi i
gripit dhe në atë moment do të kontrolli primar bëhet të mjeku am, nga i cili varësisht prej testeve, gjithësisht rezultateve laboratorike dhe gjendjes klinike të pacientit, jepet terapi shtesë, eventualisht në rast të përkeqësimit të simptomave, atëherë drejtohet në mjekësinë sekondare, gjithësisht në rast nevoje dhe në klinikën universitare për sëmundje efektive. Kur jemi të komplikimet e i përmendit, e cila grup moshe qytetarëve mund të shfaqen komplikime nga gripi sezonal dhe sa është përqindja e vdekshmërisë nga kjo sëmundje, sepse deri në këto momente dy pacientë vetëm kanë humbur të themi betejën me gripin sezonal, pasi që kishin edhe komorbiditete, sëmundjet të tjera shoqëruese. Kryesisht komplikimet mund të shfaqen në të gjithë grup moshat, por dominante janë grup moshat me sistem imunitar të komprometuar, me sëmundje bashkëshoqëruese kronike, si zakonisht ato janë grup moshat 65+. Të ato e bile edhe pacientët të cilët prezenca e virusit të influencës përkeqësoj gjendjen bazë të tyre shëndetësore dhe nuk arritën që të shërohen dhe të ata ishim një rezultat fatal ndaj jetëve të tyre, ato persone ishin mbi 65 vjetë. Ky grip përveç këto komplikime që mund të shfaqen te pak më të moshuarit, ta mund të shkaktoj probleme tjera shëndetësore? Pasi që të themi atë që ritheksova edhe më lartë, prezenca e virusit të influencës në organizëm mund të përkeqëson sëmundjen bazë dhe është shumë me rëndësi për opinionin publik, për arsye se të gjithë jemi dëshmitar të kohës pandemisë Covidit dhe cila ka lënë vrak në mendjen dhe memorien kolektive, se kjo nuk thuhet që pacienti që mbaron fatalisht, i cili do të thotë vdes për arsyese normale dhe mënyra e distinkcionit nuk bëhet adekuat, thuhet që pacienti ka vdekur prej gripi. Jo, pacienti ka vdekur me grip, e jo prej gripi. Kjo është një distinkcion linguistik të kisha pas thënë, por që ka shumë domethënie që ato pacientë edhe pse paraqiten, pasi që sistemi i paraqitjes është i tillë, të ato pacientë në kohën e sotit gripi ka përkeqësu sëmundjen bazë kronike të pashërueshme të tyre, të cilët nuk kanë neglizhuar rekomandimet e organeve kompetente shëndetësore, që gjatë sezonit të gripit, pasi që i takojnë kategorisë cënueshme shëndetësore të popullatës, të vaksinohen me vaksinën e gripit. Pastaj, edhe pse nuk janë të vaksinuar, të ato persona përsëri e neglizhojnë prezencën e gripit në organizmën e tyre, nuk paraqiten në kohë të mjeku am dhe ato personat cilët janë të evidentuar të natë, të gjithë kanë një anamnesë disa ditore, do të thotë mbi 7 ditore, kur dihet që sëmundja e gripit sezonal është 5 deri më 7 ditë, ato pacientë për atë periudhë kohore të prezencës dhe kohës kur ndodh replikimi i virusit në organizëm, ata nuk kanë kërkuar ndihmës shëndetësore. Ato persona janë personat cilët pas ditës 7, kur veç komplikimet nuk kanë mund edhe t'i detektojnë. Do të thotë me vonesë kanë qenë të detektuar dhe atëherë normal që virusi ka përkeqësuar në mënyrë drastike, pasi që edhe këto medikamentet antivirale në mjekësi dihet që jipen në 48 orët e para, që të mundet të veprojnë, të ndihmojnë, të ndërpresin replikacionin e virusit në organizëm. Zotëri Cana, i përmendën pak terapin, po me çfarë terapie ose me çfarë skeme barnash
kurohen aktualisht pacientët me këtë gripin sezonal këtë dimër? Dhe për sa ditë kurohet një pacient? Rastet të cilët u takojnë grup moshave që kategorive të cilat i theksova më lartë, të cilat janë grup mosha e vjetër, fëmijët, gratë, shtatzëna, dhe të gjitha ata që kanë sëmundje kronike, në rast të detektimit të prezencës influencës të organizmi i tyre, normal që linja e parë e medikamenteve është antivirale. Do të thotë në asnjë mënyrë nuk duhet të jepet antibiotik, por duhet të jepen terapi antivirale, e cila normal maksimum jepet deri në 5 ditë dhe si zakonisht nëse është kjo qasje të ato pacient kemi një evoluim pozitiv të sëmundjes dhe kalohet shumë lehtë. Por nëse vonohet, do të thotë me trajtimin antiviral, atëherë ndodh që te këto të përkeqësohet dhe të kemi infeksione shtesë në organizmin e tyre, do të qofshin ato si infekcion të mushkrive të gjenezës virale apo bakteriale. Shumë shkurtimisht, është e mundur që një person që ka kaluar gripin këtë dimër, këtë grip që e kemi, që përsëri të griposet, apo jo? Si zakonisht nuk duhet për shkak se sistemi imunitar e mban mend memoria imunitare prezencën e atij virusi në organizëm. Por pasi që kemi disa lloje të influencës, do të thotë gjasat të rinfektohet varësisht prej kompetencës imunologjike të organizmit janë të mëdha që të mund të rinfektohesh përsëri. Nëse nuk jam gabim, në fillim përmendet se kemi vetëm një rast në klinikën infektive të izoluar si me virusin korona. Po, një rast të përdoftuar në mënyrë laboratorike. Do të thotë dominant këtë sezon përsëri është influenca e tipit A, posaçërisht e grup moshat e vjetra. Një rast që është me simptoma gripale, pasi që sindroma gripale i përfshin të gjitha, edhe influencën, edhe familjen e koronaviruseve, e cila tash është e forma më e lehtë se sa influencës. Dhe të gjithë pacientët e shtruar në klinikën për sëmundje infektive të cilët ka pas komplikime nga prezenca e sindromës, ta them, gripale, në kërkimet laboratorike që i bëjmë të pacientët e shtruar të njeri nuk është izoluar influenca, por është izoluar koronavirusi. Dhe pacienti është stabil, është duke u trajtuar, mendoj që së shpejti do jetë në shtëpi. Në fillim pak më parë ju e përmendet për imunizimin, po çfarë duhet të ndërmerr shteti, çfarë konkret, çfarë programe për të rritur të themi vetdijen e qytetarëve për të vaksinuar? Po, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe Klinikën për sëmundje infektive, gati se çdo vit përmes programeve të ndryshme furnizohet me vaksina konkret kundër sëmundjes gripit dhe para çdo sezone normal që ka apel nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik që grup moshat në rrezik të vaksinohen detyrimisht. Por ajo normal që nuk mund të bëhet detyrim pasi që është zgjedhje vullnetare dhe në moment kur nuk është prezent në kohra të mira të gjithë janë më komod dhe nuk antivaksinale ajo është plus diçka e cila ato organizimet e këtive shoqatave antivaksinale të cilët ende nuk e di për çfarë shkaqesh janë aq të zënshme dhe u jepet hapësirë posaçërisht edhe në për mass media, ato e bën edhe të veten, propaganda jo adekuate e bën të veten dhe njerëzit mendojnë se nuk mos vaksinimin e mbrojnë më mirë organizmin, posaçërisht ajo grup mosh. Por kur ndodh pastaj rastet që të ketë edhe raste
të cilët mbarojnë fatalisht, atëherë fillon edhe interesimi. E di që pas këtive 3 rasteve që mbaruan fatalisht në klinikën për sëmundje infektive, pasi që jam edhe pjesë në Ministrinë e Shëndetësisë në atë komisionin për vaksinim, e kam informatën që u shtua interesi për vaksinim në mes të sezonit. Edhe megjithëse mendoj që ende kanë mbetur disa vaksina. A është nevojë zotëria Cana si infektolog? Asnjëherë, posaçërisht për grup mosha të cilët janë në kategorinë e pacientëve me rrezik, asnjëherë nuk është vonë që të bëhet vaksinimi kundër gripit. Tani me fillimin e gjysmëvjetorit të dytë të shkollave, a ekziston rreziku që për gripi sezonal të merr hoftë dhe të përhapet edhe më shumë apo jo? Teoretikisht ekziston, por praktikisht pasi që ajo grup mosh që qarkullon në institucionet shkollore kanë një imunokompetencë shumë të mirë, ato i kanë lënë shumë lehtë dhe ashpërsia, gjithsesi e gërsia, ta them kështu, e prezencës virusit nuk është e tillë që të mund të shkakton komplikime të ato sisteme imunitare nëse e shohim kështu në mënyrë medicinale. Kështu që ato i kalojnë shumë ma lehtë dhe besoj që nuk do ketë nevojë për ndonjë intervenim shtesë. Por në rast që të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik, të dhënat e klinikës për sëmundje të fëmijëve dhe të dhënat të cilët gjitha mblidhen në Ministrinë e Shëndetësisë dëshmojnë diçka tjetër, ta quaj një evoluim ndryshe nga kjo që parashihen nga ekspertët e fushës, atëherë normal që Ministria e Shëndetësisë do dalë me rekomandime shtesë të cilët do jenë edhe për Ministrinë për Arsim dhe Shkencë që të mund të veprohet në atë drejtim. Pra, i kalum rekomandimet dhe çfarë duhet të bëjmë gjatë dimrit, por në çfarë gjendje është sistemi shëndetësor dhe kapaciteti spitalor i klinikës infektive? Kohëve të fundit shikojmë në Facebookën tuaj se janë renovuar hapësirat. Dhe po për kapacitetet, punësimet, keni nevojë, s'keni nevojë, si keni gjendjen, hallin aty? Klinika për sëmundje infektive ka kapacitet të mjaftueshëm që të përballon këtë fluks të rasteve të rritura me gripin sezonal, atë që është edhe publike, do të thotë klinika universitare për sëmundje infektive, është në proces të renovimit, rekonstruimit, normal mbaroi pjesa e jashtme, një etazh, një kat i plot dhe qendra për trajtim intenziv janë plotësisht të rekonstruktuara dhe të renovuara. Tash është në përfundim edhe kati i dytë, i cili është për sëmundjet e hepatitit, do të thotë ajo pjesë është e renovuar dhe me të njëjtën ritëm vazhdojmë edhe më të tjetash varësisht nga finansat. Ajo që është fakt, po, në aspektin kadrovik është mungesë, një deficit i jashtëzakonshëm i stafit mjekësor, posaçërisht i ta quaj ashtu shtyllës që mban çdo institucion shëndetësor dhe i cili harrohet shpesh edhe të theksohet, ajo është stafi i mesëm mjekësor, do të thotë ka shumë mungesë të motrave medicinale, të cilët janë edhe kontakti i parë i pacientit me atë. Bile tosh vi nga një konferencë që kishte të organizuar Ministria e Shëndetësisë për herë të parë në shtetin ton, do të krijohet një ligj në të cilën do definohet veprimtaria e motrave medicinale dhe me atë do të avansohet edhe do të ta them vlerësohet drejt mundi dhe pozita e tyre në sistemin shëndetësor të Parashikoni punësime, do të ketë punësime të medicinale ose personelit medicinal. Klinika për sëmundje infektive ka shumë vende vakante sipas sistematizimit që
e ka të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Shoqërisë Informatike, por ende nuk ka fatkeqësisht asnjë punësim. Ajo është çështje e cila duhet në nivel të Ministrisë së Financave të bëhet marrëveshje dhe të planifikohet në mënyrë adekuate. Do të thotë ka mungesë të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të mesëm. Sa është numri i mungesës? Për moment, klinika infektive ka mungesë për vetëm, mos them, 35 motra medicinale që të mund të funksionon normalisht. Do të thotë ato që janë mund të paramendoni se punojnë edhe për plus 35 motra tjerë. Kemi mungesë të mjekëve infektolog, pasi që ajo ecuria jetë gjatësisë punës, normal që një pjesë e mjekëve shkojnë në pensionim, vendet e tyre nuk plotësohen dhe kështu që të kuret kapaciteti kadrovik i institucionit dhe normal që nëse nuk do të lejohen pëlqimet edhe megjithëse nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Shoqërisë Informatike, do të pa probleme. Edhe vitin e kaluar kanë qenë të aprovuar kur ishte ministri paraprak i shëndetësisë, edhe nga ministri tashëm i shëndetësisë, edhe nga shoqëria informative, po ngecjet janë çdo herë te fondi i shëndetësisë dhe te Ministria e Financave. Gjatë takimeve që i kemi me këto institucione shtetërore, kam theksuar dhe ritheksuar se çështja e klinikës për sëmundje infektive është e veçantë krahasim me klinikat tjera, për arsye se nuk është çështje kadrovike, por është çështje ku mbrohet shëndeti i sistemit shëndetësor. Do thotë, ndoshta pak tingëllon e çuditshme, vetëm se doni të thoni të jetë në gatishmëri të plotë. Gatishmëri të plotë, për arsye se kuadrot nuk bëhen brenda natës. Kur ishte pandemia, atëherë i gjithë shteti u çon në këmbë dhe i gjithë shteti thonte hajde tash, por u pa se infektolog nuk bëhen brenda natës, po duhet një periudhë kohore që pas parimit të fakultetit të mjekësisë, do të thotë edhe 5 vjet të ketë specializim, dhe aty u pa që atëherë mundeshte gjithçka. Dhe nga ai moment fatkeqësisht nuk është bërë asnjë punësim, a kuadrot largohen pasi që disa shkojnë në pension, disave normal që nuk u pëlqen e lejnë, dhe ai rreth do duhet të rinovohet. Po i përmendëm pak më herët tani, ato spitalet modulare i keni në dispozicion, funksionale janë, i përdorni apo s'ka nevojë? Jo, ato që nga koha e Covidit kanë qenë jo funksionale, atë siç e dinë edhe gjithë opinioni publik, rasti i spitalit modular në Tetov, i cili ende nuk ka ndoshta edhe epilog. Por fizikisht atje. Por fizikisht është aty, tash me një iniciativë që kam ndërmarrë në bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë dhe Ministrin e Mbrojtjes, u bë një marrëveshje që të mundet ajo të dislokohet nga aty, dhe mendoj që gjatë javës në vijim do të dislokohet spitali modular dhe do të dërgohet në Ministrinë e Mbrojtjes, do shërben për nevojat e ushtrisë. Zotëri Cani, unë kaq pyetje pata. Nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta mendoni se nuk ju kam pyetur, urdhëroni minutat në vazhdim. Unë nuk do të shtoj asgjë tepër, përpos që gjatë çdo cikli vjetor, ta quaj kështu, para kohës sezonit gripal, rekomandimi i parë dhe i vetëm do të jetë vaksinimi, posaçërisht i këtyre grupe moshave, gjithsesi kategorive të pacientëve të cilët janë në rrezik, dhe ai duhet të respektohet, nga si që me parandalim më lehtë kemi se sa me shërim. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.
Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim intervistën për sonte. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim javën e ardhshme. Ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë në vazhdim.